Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta bën edhe një thirrje të dytë për një takim sa më parë mes kryeministrit Sali Berisha dhe kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama. Sipas Metës, një takim midis dy liderëve politik do të ndihmonte për të përshpejtuar çështjen e zgjedhjes së presidentit. Një takim midis kryeministit Berisha dhe kryetarit të Partisë Socialiste zotit Rama do të ndihmonte përshpejtimin e këtij procesi. Nuk kemi që të humbasim ditë dhe javë, do thosha, në një situatë pritje, sepse çdo minutë dhe çdo ditë është e çmuar për të ecur para, vendi ka shumë probleme, janë dhe shumë reforma tjera që duhen bërë, ndaj çdo ditë, çdo orë, çdo minutë duhet të fituar dhe nuk duhet të shpërdoruar. Pra duhet të ecim më shpejt. Duke vlerësuar kandidaturën e maxhorancës për postën e krahut të shtetit, Meta theksoi rëndësinë e përmbylljes së procesit në raundin e dytë të votimit në kuvend që pritet të zhvillohet javën e ardhshme. Është shumë e rëndësishme të hiqet psikologjia e refuzimit apo e bllokimit thjesht për hir të propozimit që vjen nga një krah tjetër politik. Duhet të ecim drejt një figure e cila paraqet vlera tepër të konsoliduara dhe unë besoj se duke ushtruar të gjithë nga paragjykimet, ne tashmë kemi të gjitha mundësitë për të ecur në rrugën e dur dhe për ta kurorzuar me sukses raundin e dytë. Deklaratat e krahut të Lëvizjes Socialiste për Integrim u bën në mbledhjen e Komitetit Drejtues të LGI-s.